Sot kena me fol një temë shumë dashtëm për Farefes. Unë e Marta e ky është mendimi jam. Po, sot kena me fol veç mirë për dashni, ama jo për ty, po për hallën e madhe. Alla ile çka keni me zvete? Ra korona ju dajti pike 5. Po mdoket dashnin për hallat edhe tezët e mor Viber. Atë ka thirr ty? Ja, së mu kush së ka thirr. Këshire, e vërtet që kom thonë tezës telefoni mos t'i hap për presion të martesës. Amo me thirat hallën ka njëherë me vet a je mirë, so keq. Ndoket kena nis me i harru familjart, se mo me shku me i pa, vesh në për ato dit ku pëhat gullashe. Na si popull njemi që hala kemi lidhje të mira me familje gjan. E pse ta shky trend, edhe po pritoj me shku me i pa, edhe më në ardhë. Pak na shtarjetët sociale, tu fol çdo dit më thet thash, s'kam bet mo që ka me diskutu me zvete, pak na shta që kjo jeta dinamike, diçka po. Ama unë menoj ndryshe, kur i dobre njerës, gjenku, ka njerë s'ka nevoj për planet mëdha. Një vizit, një kafe, një mranër me për ty, janë gjana që ta mbushin zemrën. Që kjo vlen edhe për gjyshin e gjyshin. S'menoj që duhet me i lan lidhjet me uzbek, që pse duhet me i mbajt lidhjet familjare. Familja është ranja jote, që aty e gjenë edhe mbështetjen emocionale normal, nësë është e mirë. Mandej e run unitetin brenda familjes, edhe e fundit për nështë ta bëllë e rëndësishme është nëse ti ki fmi, që atë fmit e to i njofton me familjarët e to, me tezët e me halët, e që është super mirë me kriju njohje me zvete. Aha, e në gjeti qikën tone, jo me dritë kanë kalu ato ku, s'ka ma si generata që qika ti kalzoj nonës gjithë shka. Plus, ku ka ma mirë se me ngu 3 halla për një herë të fol për presion gjakot, type dhe ty pak për gajle. E deri herën tjetër, nëse si thirë, mjafton me ja dërgu qëto fjallë.